Shiko, taksa progresive ose shpërndarja. Unë nuk jam mja jep si fëmijut të një familje që i ka të hyra 3.000 euro, mja jep 60 euro në mujtë, si fëmijut të një familje që i ka 800 euro. Se një familje që i ka të hyra 3.000 euro, i meriton me punë e krejt. Mja jep edhe 60 për fëmijë nuk kryjnë punë. Një familje që i ka një fëmijë po flasim, edhe i morin 800 euro rrugë, dytë. Mja jep 120 ma shumë, edhe i kryjnë punë ma shumë. Prandaj, unë absolutisht jem pro shtesa fëmijë. Veç du të me pas një farë kategorizimi nga priardhja sociale, po. Absolutisht, po që i ki edhe në Gjermani dhe në vendet të tjera. Nuk po flet për të zbulu ujtë të nxehtë, po. Absolutisht, veç me bo. Disa praktika që ai po don mja çu se cilit njëri diçka në llogari pi shtetit. Po kjo nuk është mirë. Pra taksa du të më shpjegu mirë, jo më menu njerëz që nuk janë taksat kundër biznesit. Biljosh Stiglici është një këshilltar i Clintonit ekonomik, një profesor, ka qenë edhe zëvendës drejtori i Bankës Botërore. Thot, për me pas biznes të huj, nuk janë taksat, arsyeja pse vjen biznesi huj, investimet të huja. Është fuqia punëtore kualifikume, nëse ki resurse natyrore të përdorshme, naftë, çado po është të përdorshme, edhe është sistemi efikas i drejtësisë, që është i shpejt, jo me të lënë 10 vjet me prit. Sa për taksat shtrejta, nalta, ata vinë. Se 20% në 100 euro e 20 euro, 20% në 1.000 euro e të ku me ditë sa atje, shumë ma shumë 200. Prandaj, taksa është e rëndësishme, po flasim ma gjatë. Është shëndetësia, është arsimi, është punëtori edhe është energjia. Aty ke ta zëm, po supozojnë, në një të nesër me Hekuran Muratin. Ju përni ta sfidoni Hekuran Murati. Hekuran Murati, të shiko në kuvend, nuk ish mujt me usil me sindikatat që është usil. I ka shkatru sindikatën e arsimit edhe shëndetësisë. Ju dini kem pa bo atë aksionin simbolik me mirë. Nuk mundë, na nashta s'mundëve në alim, ama ka me marrë vesh krejt Kosova që atë ndodhë. Se nga një herë, për me marrë vesh Kosova, po du të me këthuj çështje. Për shtaj kemi thonë na 6 çështje tona ose kauzat se ti mundesh me folë për gjithçka. Mundesh me lexu ligje, po populli i Kosovës nuk e merr vesh sikur se merr populli amerikan. Çështjet merren vesh. Partia majti thot vetës, kur ma dobta sindikatat janë. Këti ka shkatru. Vanë si mi fuqizu sindikatat, i ka shkatru. Punëtorët, veç këtë 5 mujor, nëse s'gaboj kanë dek 11 punëtorë vend pune. Kur gjohesh dhe më? Skush më li që nuk merret me këta. Skush nuk po merret me një raport që e financoj FMN, një organizat tjetër kredibile mbi indeksin e fukarallahut të varfërisë të gjeneratës së re, që shkojnë në shifra alarmante dhe relativizohet gjithë kjo temë. Sepse s'ka aktivizëm për këtë punë. Kur është pushteti i madh, kjo nuk mjafton fjalë. Në shifra të tronditse, migrimi. Po është. Arsimi po ashtu, nëse të flasim për arsim, ndoshta nuk po diskutohet më çantat me pesha të rënda për fëmijët, një zotim i shumë viteve më herët. More këta s'ka degraduar. Asë qërë dhe pësi kanë bu. Na jemi vendin në Evropë, që kemi ma pak se 8% fëmijëve ma pak se 10% fëmijëve në qërë. Nga mëngjesin darkë, një Kosovar i rëndom të jeton me të tjera probleme nga ato që po ishe ose ishi deri dje në kuvend. Reduktohet, demarkohet jeta ti me tjera probleme. Nga mëngjesin darkë. Dhe ato problemet e ti, së paku në vështrimin kolektiv të njerëzve, nuk jam përfasuar në gjithë këto 5-6 vite. Ambat, thot një fjale urtë të na qurani në natën e fundit të çdo feste, të bajramit, të... Përgjigja është jo, të edin. Po prandaj, cilin rezultat po e sinojnë me këtë? Jo, s'ka rezultat të. Këtu ka veç përpjekje të opozitës me zvoglu pak kurtin që na joni për ty në më partner më i rëndësishëm. Me hynë në pushtet. Po këta në të e thonë vetë. Po. Mbramisht ky deputeti Gruda i PDP. Për parim Gruda, po. I cili i thënë të atitëve të vendosis, do një më mësu mi ndatëri postet kryesore.